Ky është një kujtim i veçantë futboll. Ndjekur ëndrrën tënde të futbollit. Çfarë ndodhi me medën futbollist? Futbollin e kam dashur shumë. Shumë e kam dashur, edhe sot e du. Edhe sot e du, edhe është këtë fotografie për zgjedha për arsye se kjo është një ndeshje ku jam të vesh në dhomën e zhveshjes aty. Kur kam luajtur në Freiburg, në SC Freiburg, është kanë liga e parë e juniorëve të Gjermanisë. Bundesliga Gjermane, do të thonë, e juniorëve. Kjo është një ndeshje ku ka qenë gjysmë finale me një turner që ka qenë një turner i përbashkët, kur ka qenë Barcelona, Real Madridi, Bayern Müncheni, Juventusi, shumë ekipe të mëdha evropiane. Edhe kjo ka qenë gjysmë finale ku kemi shkuar në finale, edhe 6 minuta para se me përfundu kjo ndeshje, do me thonë ty dalë, të ku përshjet, do me thonë të ndeshja, 6 minuta pa përfundu ndeshja, e kam dhënë golin vendimtar, kam barazu dhe kemi shku në penalti. Kujtime të bukura sigurisht ke. Janë kujtime shumë të bukura se... A ka mbet pikë që si e bo futbolist i nivelit Bundesligës? Patjetër, sepse shansën e kom pas, talentin, jo që po e thamë vetë, ma kanë thonë shumë trener në atë kohë, shumë njerës, shumë futbolista, edhe tonë që kanë qenë shqiptarë që kanë lujtë në atë kohë, para meje në Bundesligën Gjermane, po fatkeqësia ka qenë që kam pas aksident, me thonë që e kam kaput ligamentet edhe... Pra ky është ai momenti? Ka përfundu gjithë shka. Unë e kam vazhdu edhe për disa vite mirë, po nuk kam mujtë me nëzanë, mas 8 mujve pa uzë, do me thonë, ka qenë për mu. është një fat që shumë të ri e përjetojnë. Ndodh një lëndime, kanë vështirë të rikthehen pastaj. Si ishte për ty kjo periudhë? Unë nuk ja kisha dëshiru as një sportisti këtë gjallë, për arsye se ai që donë shpirtnisht sportin, ose ku ta dion, edhe muzikën, edhe një profesion të vetin, pa marrë parasysh, cilin nëse donë me ndërprej vetë është okej. Po nëse ndërprejet me një mënyrë tillë. Një mënyrë të tillë, do me thonë, është shumë e rëndë. Unë e kam përjetu shumë rëndë, sepse e kam dashur futbollin shumë, edhe sot kur e mendoj se qysh ka ardhur deri te ajo, mirë po fatmirësisht. Tani, apo më duket ana shqiptarët luajmë shumë me zemër, edhe nuk jemi shumë të kujdesshëm, prandaj edhe na ndodh ndonjëherë një rast i tillë. Do kishe pasur ma shumë kujdes, po them? Nuk është kujdesi, do me thonë, në këtë punë. Unë edhe kam pas edhe tash para një viti, fiks para një viti, Ramazan e kalum, do me thonë. Më ka ndonë në shtëpi që i kam këput themrën e akilit që quhet. E di në shtëpi, jo të lujt. Në shtëpi, jo të lujt. Do me thonë, këto e në gjona që ndodhen edhe në shtëpi, edhe pse shumica e sportistëve, shumica e futbollistëve, do me thonë, ka raste që e këthin kokën mrapa e këputet vetë. Do me thonë, të tivat që këputen vetë, të emra akilit mundet edhe vetë më këput, pa ndonjë ndërhyrje prej dikujt, është lodhje, kur të lodhen maksimum muskujt aty, edhe mundën më këput. Edhe është shumë interesante që unë, do me thonë, e kam përjetu edhe vetë, pa ndërhyj dikush, sepse në fush aty, as aty nuk më kanë ndërhyj kërkush, aty vetë jam rëdzu, vetë kanë ndodhë. Vetë lëndim, do me thonë. Vetë lëndim. Se është kone para pregadit, para minuta ma herët që është largu prej vetes, është këput, po edhe kjo, do me thonë, me ditë kishë ndodhë që, si në aspekt si që më kanë thonë që janë të lodhë, dhe divat edhe është këput vetë.